më e madhe që duket sikur përplasësh teoria e evolucionit. Ne çfarë themi për shembull? Ne themi hipoteza e evolucionit. Nuk është teori. Për shembull, me çfarë, ja, për shembull këtu ka një përplasje. Me çfarë baze e thon? Prandaj tash duket sikur përplasët. Cila është baza? Ti ke 3 arsye kryesore që nuk mund ta marrësh të mirëqen teorinë e evolucionit. Vet deklaratat që ka bërë Charles Darwinsi. I cili thoshte në momente të caktuara që na mungojnë shkallët ndërlidhëse. Ne themi që ishte një qelizor, shumë qelizor, pastaj amebat, amfibat, pastaj peshqit, pastaj betkocat, pastaj zvarranikët, pastaj kafshët, pastaj shpendët, pastaj gjitarët. Ai çfarë thoshte i shkreti? Ai thoshte na mungojnë hallkat lidhëse. 1. ADN-ja, problemi më i madh. 3. Fosilet. Ne e gjejmë fosilin ku e diun të një blete 40 milion vjeçare si bleta e sotme. Nuk është se ka ndryshuar për 40 milion vjet. Qartë, do ishte diskutim shumë i gjatë në fakt ky, po që di si është puna, asnjëri prej nesh nuk është ekspert i fushës. Mund të flasim kështu gjatë përgjithësisht. Po unë për veten tim jam shumë i qartë dhe shumë i bindur te kjo pjesa. Sepse duhet kishte patjetër shkencërisht vërtetim për çdo hall ndërlidhëse të kalimit nga një shkallë në shkallën tjetër.